Ambasadori shqiptar në Shkup Deniun Mejdani e ka vizituar sot komunën e Vrapçishtit, ku është pritur nga kryetari Isen Shabani dhe bashkëpunëtorët e tij. Zhvillimi i komunës në çdo aspekt, sidomos projektet që janë në realizim e sipër e ato që pritet të realizohen dhe veçanërisht komuna e Vrapçishtit si pjesë e korridorit 8, ishin temat kyçe të këtij takimi që pati edhe pjesën miqësore mes ambasadorit dhe kryetarit Shabani. Është kënaqësi ta vizitoj mikun tim, kryetarin e komunës së Vrapçistit. Isha shumë i interesuar për të vizituar një komunë që po merr një zhvillim shumë të shpejtë, që është pjesë e rëndësishme e korridorit 8, bashku me Gostivarin dhe Bogovinën. Sigurisht kjo është vizita e parë, po jo e fundi, është thjesht një vizitë informuese për projektet që janë në zhvillim, diskutime rreth projekteve të mundshme të ardhshme. Sigurisht do gjejmë mbështetjen tonë për sa i përket këtyre temave. Ndërkaq, kryetari Isen Shabani u shpreh i nderuar me këtë vizitë në të cilën e njoftoi nga afër ambasadorin për të gjitha rrjedhat e zhvillimit komunal. Ndërkaq i pyetur se sa ndarja në banor rezident dhe jo rezident në regjistrimin e fundit të popullsisë e ka dëmtuar komunën e Vrapçishtit në aspekt ekonomik, kryetari Shabani tha se dëmi ishte i konsiderueshëm. Për kokë banori, në thirrjen e parë tha ai, jemi paguar për 19.000 banor dhe jo 24.000 sa jemi në përgjithësi. Realisht në kalkulim në këtë drejtim është të dëmtuar shumë, tani që duhet me numra të kalkulojmë, po për kokë banori në thirrjen e parë ka qenë për 25 euro, ku jemi paguar domethënë për 19.600 banor rezident. Realisht ne kemi diku afërsisht 34.000 banor, që është një vlerë shumë e madhe që jemi dëmtuar, po në thirrjen e ditë me 125 euro për kokë banor, dhe kjo do të ishte janë disa miliona që ne jemi të dëmtuar në këtë drejtim, po është që ne kemi folur edhe me kryeministrin që ta rishqirtoj këtë edhe një herë nëse ka mundësi, në fondet që ai ka parashikuar. Ka një ndarje domethënë për fat të keq, kjo ndodhon vetëm tek ne, ku bën ndarja e buxhetit domethënë në formën territoriale dhe në për atë kokë banori. Besoj që në këtë drejtim do ta shoh pak edhe kryeministri, mundësitë jenë më reale edhe për ne. Takimit në kabinetin e kryetarit i parapriu një takim me administratën komunale, ku ambasadori Mejdani u respektua me fotografinë e Mehmet Pash Derrallës, një figurë me peshë të lartë kombëtare e shqiptarëve, emrin e të cilit e mban shkolla fillore e fshatit Gradec. E një dhuratë ambasadorit ju bë edhe nga kryetari i komunës Isen Shabani.